Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Teleshikues të nderuar, tungjat jeta. Disa njerëz mendojnë se kur vjen puna te argëtimi, shqiptarët janë të mirë vetëm për vallën e Napoleonit. Fakti është që Napoleoni i ngrepesh shqiptarët në përmbrëmje shoqërore ose gëzime familjare. Por, siç do të shikoni edhe në kronikën e vazhdim, sot rrethi i pasioneve të shqiptarëve në Kanada është zgjeruar në mënyrë të habitshme. Jemi në Bolton, një nga fushat më të mëdha të golfit në të gjithë provincën e Ontarios. Të shtunën e kaluar më 14 qershor, disa dhjetra bashkëdhetar nga Toronto, Mississauga dhe Londoni, me ftesë nga shoqata AFAT, u mblodhen në Glen Eagle Golf Club në turneun e dytë të organizuar nga kjo shoqatë. Drejt vendit ku zhvilloi gara e grupit shqiptar na shoqëron Arben Lumani. Rruga është rreth 2 kilometra dhe udhëtimi kryhet me karro 2 vendëshe. Lojtarët ishin ndarë në disa grupe me nga 4 veta që konkurronin ndaj njëri tjetrit duke synuar futjen e topave në vrimat e fushave me sa më pak goditje. Gjatë qëndrimit tonë në njërën prej vend goditjeve ku grupet i linin vend njëri tjetrit, ne patëm rast të shkëmbejmë 2 fjalë edhe me grupin fitues të turneut të parë që u mbajt në maj në London, Ontario. Dëgjova që ju jeni grupi më i mirë. Po, jemi, po, e fituam në London. Se gjithmonë ju fitoni apo ka dhe të tjerë? Po ka të tjerë, po janë të rinjë, da po mësojnë të luajnë. Ku është bukuria e këtij sporti, Mirësin? Është natyra sa ti jesh jashtë, është shumë e bukur jashtë. Është sport që të mërzit, që të ngre nervat sistemin e shqip? Kur s'të mërzit, qetësohesh këtu, se tërë ditën punon 3 javën, ere këtu vjen shlodhesh. Po shpenzimet janë të përballueshme? Po janë. Për një njeri me të ardhura mesatare? S'ka problem, ja, po, janë të mira. Tash i ka turli çmime, ke të shtrenjta e më të lira. Pas pak, këtu mbrin edhe grupi i Londonit, mbajtës i vendit të dytë në turneun e fundit. Në turneun e Londonit juve keni qenë në cilin vend? Neve cilin vend zot? Si vjet e zonë vendin të dytë, këta ca njerëz nga Toronto e fituan si vjet, neve vjet e fituam, ama neve kësmet kemi ndërmend ta fitojmë si vjet, ta kthejmë prapë në London St. Thomas. Një nga kolegët tuaj këtu, një nga shokët tha që i lejuam vetë të fitojmë. Po neve ashtu e shikojmë se si ata si që kishim mysafir, i nderuam. Neve s'deshim ta mbajnim 2 vjet me radhë në London St. Thomas, so neve i lejuam ta marrim prapë Toronto, po tash kemi ndërmend ta kthejmë prapë St. Thomas në London. Në fund të veprimtarisë mësuam se fitues u shpallën 2 grupet më kundërshtare. Grupi nga Toronto, në përbërje të cilit ishte Kujtimi, Alberti, Arifi dhe Mersini, si dhe grupi nga Londoni, me Hasanin, Pysniun, Adrianin dhe Kujtimi. Qëndroni me ne edhe pas 2 minutave publicitet se do të kthehemi me një telereportazh nga koncerti i fundvitit shkollor të klasës shqipe në Milne Valley School këtu në Toronto. Mëngjesin e të shtunës së kaluar më 14 qershor, Kamera Jon ishte e ftuar në koncertin që klasa shqipe në Milne Valley School këtu në Toronto dha përpara prindërve dhe gjyshëve me rastin e përfundimit të vitit shkollor. Në bashkëpunim me disa nga nxënësit më të rritur, mësuese Nikoleta Kostandini kishte përgatitur një shfaqje të pasur me recitime dhe këngë. Pjesë nga shfaqja, të shkruara me biseda që zhvilluan me disa nga të pranishmit, do të ndiqni në vazhdim. Mësuese Nikoleta, sa vjet u bën që drejtoni këtë klasë shqipe? Për këtë klasë janë bërë rreth 7 vjet që drejtoj këtë klasë shqipe dhe në përgjithësi, se kam drejtuar dhe klasat të tjera, po bën 9 vjet. 9 vjet që po drejtoj klasa shqipe. Përveç gjuhës, çfarë mësoni tjetër të shtunave fëmijëve shqiptarë? Ju mësojmë pjesën nga historia e Shqipërisë, kultura e Shqipërisë, traditat e Shqipërisë, festat që ne kemi pasur si traditë të festojmë.
Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën time gatove plot me dëshirë dhe me zjarr. Shqipëri, o nëna ime, ndonse jam i mërguar, dashurinë tënde plot zemra se ka haruar. Nga vini unë atash? Unë vi nga Shqipëria, nga qyteti Korçës, vizitë këtu në vajza time në Toronto dhe ndjem shumë e lumtur dhe kënaqur, sidomos edhe me këto aktivitetet që bëhen për fëmijët. Këtu kam sjell 2 mbesat, Aleksian dhe Klea. Jeni e kënaqur me shqipen që flasin dhe që shkruajnë? E kënaqur shumë jo, po me punën që do bëjnë, do jem edhe me kënaqur se po e mësojnë shumë mirë gjuhën shqipe. Dhe për këtë ndihmojmë edhe neve. Ku kanë lindur mbesat? Të dyja mbesat kanë lindur këtu në Toronto. Do thënë ato gjuhën e parë kanë anglishtën. Të parën anglishten, po nuk e harojnë edhe shqipen, mbasi e kanë të dheu të nenës dhe të babait të tyre. Sipas mendimit tuaj, kush u mëson fëmijëve më mirë gjuhën? Shkolla, familja, shoqëria? Sipas mendimit tim, do me thënë që të treja ndihmojnë njëra tjetrën, si shkolla, si familja, si shoqëria, japin ndihmë për mësimin e gjuhës shqipe. Po në familje çfarë duhet bërë për shembull më shumë? Në familje ne fjalosim gjuhën shqipe. Megjithatë, këto e mësojnë gjuhën anglishte në për shkolla, në për kurse ku vene, ndërsa në shtëpi vazhdojmë shqipen, që ta kenë traditën e tyre të mos e harojnë. Këto mbesat do ma thonë pak emrin, si ke emrin digja? Klea. Aleksia. Po i thot era flamurin, çfarë sot që të ndrinori. Ka që më je dukur, së kam parë kaq të bukur. Çfarë ke më thuaj ti, hap ma zemrën, mos ma fshi, ky flamuri palla 3, i thot erës, nuk e she, gjithë vendi sot gëzon. Është feste, se kupton, rimi pallat, mos më mbaj, ta zë qëllin skaj me skaj. Fryera më nuk priti, dhe më lart flamurin greti. I dashura dhe, me vija marguar i dashura dhe, për nuk të kameruar se shumë jem bëje. Të falla të dërgoj, këndeko jem edhe, gjithë ne po të kujtojnë se birin tent më ke. Sa mal dje e sa dëshirë, për ty gaze dashuri, mu në zemër ma kam bjerë, se për mua o adhe, jeni lulle ka që virë, se nuk gjëndër përpidhe, shpirtin tim për të ushuar. Cilët fëmijë përfitojnë më shumë nga klasa juaj? Kuptohet, dallohen fëmijët që flasin shqip në familje, ata dhe përparojnë më shumë. Familjet me gjyshër kanë një lloj përfitimi më të madh? Them se po, duke ditur se pjesa më e madhe e gjyshërve nuk flasin anglisht, janë të detyruar fëmijët që me gjyshrit dhe gjyshet të flasin shqip. Dhe kjo i bën ata që të përparojnë me shqipen. Ndërsa prindrit duke ditur të dyja gjuhët, shqipen dhe anglishten, shumë herë e kanë më kollaj të përgjigjen fëmijëve në anglisht sesa në shqip. Kështu që dallohen fëmijët që kanë gjyshër dhe gjyshe në shtëpi. Sa shumë dëshirë unë kisha të grihem në hapësirë, si zog të fluturoj në qelin tim të lirë. Një zog unë e luta që krahët të më jap një herë të fluturoj. Pastaj të kthej prapa. Unë grita mersë verë, e lutur më shëndi e verë, dhe zogun e lash unë me krahët të prerë. Më nduk shumë e mërzitur dhe zbrita prap në tokë. Dhe përqafova fort si mike dhe si shok. Dhe nisëm të dy tokë me mira fluturime, ai me krahët të ti, unë me këngën tim. Sa i ndritur je, yllo ylli vogël, pse li lartë mbire, pse nuk spret në tokë. E los me mua, këtu në dritare, me rezet e tua, të bëj fisheksjare. Naildo, sa vjeç ke ardhur në Kanada? Unë kam ardhur këtu ku isha gati 7 vjeç. Me sa të mbaj mend ti ke ndjekur rregullisht klasën shqipe apo jo? Sa vjeç? Kam qenë në këtë klasë, kam qenë për 4 vjet me mësuesa Nikoletën. Kujt ja dedikon ti më shumë faktin që flet mirë shqip, familjes apo klasës shqipe apo të dyja bashkë? Unë besoj se janë të dyja bashkë. Normalisht që kur flet shqip në shtëpi ndihmon jashtëzakonisht shumë, po edhe këtu merr eksperiencën, takon shqiptar të tjerë, mëson kulturën, edhe besoj është një gjë shumë e rëndësishme, edhe do ju lutesha të gjithë familjes shqiptare këtu që t'i dërgojnë fëmijët sidomos kur janë të vegjël në shkollën shqipe, sepse besoj është një gjë shumë e rëndësishme që të ruajmë gjuhën tonë. Ti vetë shkruan gjuhën shqipe? Po, normale, shkruaj edhe lexoj.
E dua librin bashkë me shkronjën shqip. Ma tregojnë adeun shqipin time. Ose shumë e dua, që të mësoj më parë, kur shkruaj ABC, unë shkëlqej si ar. Jeni kënaqur me përparimin që kanë bërë fëmijët në klasën shqipe? Po, shikojmë një organizim shumë të mirë nga ana e mësueses. Fëmijët vinë gati çdo javë, jemi shumë të lumtur, duam ta falenderojmë. Prindrit e mi kanë ardhur tani nga Shqipëria dhe arrin të komunikojnë në mërlishëm me fëmijët. Edhe shikoj që zhvillimi është nga java në javë shumë më mirë. Fëmijët arrin të komunikojnë më mirë. Mësuese Nikoleta është shumë mësuese e përkushtuar, na ka ndihmuar shumë me përparimin e gjuhës shqipe për fëmijët, fjalët më të mira për të. Kam shumë fjalë të mira. Por si ka nga zogu të verës, që vallzon në blerim të prillit. Por si ambli fladi erës, që lëmon gjitet randa fillit. Por si valla bregu të detit, por si gjama arës zgjetar, por si ushtima një tërmetit, njashtu ashtu ajon shqiptar. Edhe hëna do t'a dje, edhe dielli do t'ket pa, se për qarë kësaj rokullia, si Shqipnia i vend nuk ka. Atje lejnë, po, tosk e gegë, si dyrezën flak një dielli, si dyryfe që i shkojnë të djegë, kur shkrepëreja prej qellit. Unë e falenderoj qeverin kanadeze për këtë mundësi që ju ka dhënë kombeve të tjera që të flasin, të mësojnë gjuhën e tyre dhe të financoj mësuesit, të financoj klasat, të financoj gjithë materialet që ne përdorim për të mësuar gjuhët. Si mund t'ju ndihmojnë shqiptarët juve? Shqiptarët mund të na ndihmojnë së pari me sjelljen e fëmijëve në klasat shqipe, të krijojnë mundësinë që këto klasat të mbijetojnë, sepse duhet një numër i caktuar fëmijësh që klasa të hapet edhe të mbijetojë. Numri është 23, duhet 23 fëmijë për çdo klasë shqipe, kështu që prindrit dhe familjet shqiptare duhet të interesohen që të sigurohet kjo pjesëmarrje në mënyrë që të mbijetojnë në klasat shqipe. Ky segment u mundësua nga Travel Only, agjencia shqiptaro-kanadeze e udhëtimeve dhe pushimeve. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, më lejoni që këtë vit në vend të mesazhit të zakonshëm t'ju paraqitem apo t'ju tregojmë disa udhëzime me rastin e pritjes së muajit të Ramazanit. Këtë vit Ramazani pritet të fillojë me datën 28 qershor, eventualisht nëse kemi ndonjë ndryshim të datës, do të mundohemi t'ju lajmërojmë dhe t'ju paraqitim me kohë. Si udhëzim i parë, lutë Allahun që ta mundsoj të arrish këtë muaj të bekuar, duke qenë shëndosh në mënyrë që të jesh sa më aktiv në këtë muaj me agjërim, Kur'an dhe përkujtim. Udhëzimi i dytë është të falenderosh Allahun që ta ka mundsuar arritjen e këtij muaji, sepse vetë ardhja e Ramazanit, kur e gjen njeriu shëndosh, është një dhunti e madhe për të cilën Allahu meriton të lavdrohet dhe të falenderohet. Udhëzimi i tretë është të gëzohesh për hyrjen e këtij muaji. Është vërtetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se i përgëzonte shokët e tij për hyrjen e muajit të Ramazanit duke thënë: "Po vjen muaji i bekuar i Ramazanit, muaji në të cilin Allahu ka obliguar agjërimin e tij. Në të hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit." Udhëzimi i katërt është vendosja dhe planifikimi paraprak se si të përfitojnë prej këtij muaji. Prej planeve që mundet muslimani të bëjë për botën tjetër dhe të kalojë muajin e Ramazanit i përkushtuar në adhurim. Në këtë mënyrë muslimani vendos një program praktik në këtë muaj për të përfituar prej ditëve dhe netëve që t'i kalojë ato si është më mirë.
Udhëzimi i pesës vendosmëria e sinqert në përfitimin e kohës së Ramazanit me punë të mira. Ai që është besnik me Zotin, edhe Zoti është besnik me të. I ndihmon në kryerjen e adhurimeve dhe ja lehtëson rrugët e së mirës. Udhëzimi tjetër është njohja dhe kuptimi i rregullave të agjerimit. Duhet që muslimani të adhurojë Allahun me dije dhe nuk arsyetohet nga mosnjohja e obligimeve të cilët i ka obliguar krijuesi i gjithësisë. Prej këtyre obligimeve është edhe agjerimi i muajit të Ramazanit. Është obligim për muslimanin që të mësojë çështjet e agjerimit dhe rregullat e tij para se të vijë ai, që të jetë agjerimi i tij në rregull dhe i pranuar te i Madhi Zot. Allahu thot në Kur'an: "E nëse nuk e dini kët, atëherë pyetni njerëzit e dijshëm." Udhëzimi i radhës është ta presim Ramazanin të vendosim në lënien e mëkateve, me pendim të sinqert për të gjitha gjunaheve, largimi nga to dhe mos kthimi në to. Muaji i Ramazanit është muaji i pendimit. Ai që nuk pendohet në këtë muaj, vallë, kur do të pendohet ai? I Madhi Zot thot në Kur'an: "Pendohuni të gjithë te Zoti o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim." Udhëzim tjetër është përgatitja shpirtërore përmes leximit dhe qasjes së librave, broshurave të cilat sqarojnë vlerën e agjerimit dhe dispozitat e tij. Udhëzim tjetër është prezentoni në xhami për faljen e namazit të taravis, ndëgjoni ligjërata fetare, ftoni në iftare me zveti, tu kujtosh të tjerëve të varfërit dhe skamnorët, dhënien së zakatul fitrit, zakatit e tjerë. Dhe si udhëzimi i fundit është ta presim Ramazanin me hapje një faqe të re të ndritur me Allahun me pendim të sinqert, me pejgamberin duke respektuar në atë që ka urdhëruar dhe larguar nga ato që ai ka ndaluar. Me prindër dhe të afërm, me bashkëshortën, me fëmijët në mirësi dhe lidhje të fortë, me shoqërinë të cilën ti jeton gjithsa të jesh rob i mirë dhe i dobishëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Njeriu më i mirë është që ai është i mirë, që është i mirë dhe i dobishëm për njerëzit e tjerë." Kështu pra e pret muslimani Ramazanin, siç e pret toka e etur shijun, apo siç e pret i sëmuri mjekun, që e shëron dhe siç e pret njeriu atë që e do shumë, por i mungon. O Zot, na mundso të arrijmë Ramazanin dhe pranoj atë prej nesh, vërtet ti ai që i ndëgjon dhe i din ato. Të nderuar besimtar, këto ishin disa nga udhëzimet të cilat i paraqitëm në këtë mesazh për ju dhe shpresojmë se këto do të na sjellin dobi neve në këtë botë dhe në botën tjetër kur dalim para Allahu xhalla xhelaluhu. Gjithashtu, risia në këtë vit që do ta kemi është falja e namazit të Bajramit. Bordi i xhamisë, këshilli, pas një konsultimi këtë vit vendosëm që namazin e Bajramit mos ta falim këtu në xhami. Dhe namazi i Bajramit do të falet në Capital Hall, e cila gjendet në rrugën Dixi 6435, pra në Mississauga. Edhe njëherë, namazi i Bajramit këtë vit do të falet në Capital Banquet Hall 6435 Dixi Road në Mississauga. Por edhe njëherë të nderuar bashkëdhetar, vëllezër dhe motra, urime ardhja e muajit të Ramazanit. E lutim të Madhin Zot që të na mundsoj të kemi agjerim të lehtë dhe të pranuar. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me ju. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathborn. Ky segment mundsohet nga Dean Myers. Për oferta kontaktoni Besmirin, menaxheri makinave të reja, 3180 Dufferin Street, pak sa më në jug të Yorkdale. Teleshikues të nderuar, në vazhdim disa njoftime të shkurtra komunitare dhe më tej hapësira jon muzikore. Shoqata shqiptaro-kanadeze e Hamiltonit organizon të dielën e ardhshme më 22 qershor piknikun e saj të përvitshëm. Adresa: Bled Park, 4650 South Service Road në Beamsville. Siç është bërë tradit, në piknik do të organizohen lojra për fëmijë dhe të rritur, si dhe do të shërbehen ushqime karakteristike shqiptare si dhe pije. Në orët e vona të pasdites do të ketë edhe muzikë shqiptare nga DJ. Për hollësirat më tejshme telefononi në numrin që shfaqet në ekran. Doli në shitje pjesa e tretë e dokumentarit televiziv Mrekulli Shqiptare. Në këtë pjesë sillen informacione historike dhe vlera turistike të 3 kryeqyteteve shqiptare: Prishtinë, Vlorë dhe Tiranë. Për herë të parë, Mrekulli Shqiptare vjen me përkthim me titra në anglisht. Për porosi, na shkruani në adresën e emailit që shfaqet në ekran ose lini mesazh në numrin ton të telefonit.